Stirin. E fitove Stirin më shumë nga gjithë. Kush ja dha votën? Ato patronazhistët, ato janë probleme, ato janë kangrena e gjithë të popullit shqiptar. Tonën artistat, unë e kam nusën artistet, tonën artistat, majtën animoni. Ku ka një artist, ma qeni një në Itan Liçaja, në i Robert Drenika që jemi kredu me artistet e dhejtë. Ku është në një masil të flasin, ta flasin sërin tonë. Një artist, në vetëm një. Kemi artistat muzikor, të gjithë më qeni një me nojza me qa janë ku janë, më që ne kemi do lekën. Ne kemi shku koncert, kemi pika po leka i. Më silni këtu, më silni këtu. Tani, e kam me patronazhistat sepse i urrej me shpirt edhe Aram Qumshinanës. Patronazhizmi funksionon si piramid, si çdo gjë. Është një drejtor që vjet dhe ti që lufton për atë 600.000 lekë. Por 40, 80, 16 unë tru, të vjej tjetër ku do ashti, që mos mendo për tasin e groshës, mo, hajde të edhim gjithë sistemi PS, PT, LSI, PPR, PSHT, RSHT, që janë, sepse të gjithë një interes kanë funditës, nuk kanë një interes me na qunë e parë, sepse është shumë e thjeshtë, po ja marrë shumë, nuk e kanë politike. Baba im është vitë komunizëm, atë menje ka nuk ja ishtë do të salim nga menja, u fondi që i ditën, por është salim, ka 90, 30 vjetë, u mundove, faleminderit, s'na ndihmova, mund t'ikësh e Tirana, 30 vjetë, kryetar bashkie, ministër kulture, kryeministër, nuk e bone do dhe vaj, moran punë, nuk e bone do, faleminderit, a e hap do të kranë të një tjetër, flamur në të gjithë, një të temër, kanë 30 vjetë, një të temër, një të styrat, një të gjërë, e faj, jemi ne që i majë, patronazhistat që luftojnë gjithë ditën për tasin e groshës, edhe kanë shqit gjakun e fmive, bukën e fmive dhe çdo gjë. Ky është problemi kryesor, sepse ti e ke rrok, por nesër ati patronazhistit do t'i shkoj fmija në urgjencë spital, sa gjej mikun e i ka marru pun fmija, kështu që mos na ndodhin këto raste, duhet ta nisim problemin kush e ka, nga nis problemi, sepse është shkaku, jo pas duhet shkaku, jo pasojën e tim. Jeni në këtë regje që s'kemi asë i që për të rezi. 1 sekundë, 3 halka ka shteti. Rendi, policia s'ka uniforma, lepër që tjetër për i 500.000 lekë, respekt për to. Arsimi, unë e kam nënë mësusi që të përkën të tjetër problema jo që po flasëm të sot, ka 30 vjetë, cop arsimi. Dhe e treta mjekësia që s'kej sërum, ta ma plaka sërumin dorë, tërsa të maroj se s'ka ime e marë. Ta shqitemi votu patronazhista, edhe shdo një antitas të groshës, faleminderit, rrofë Shqipëria modë, rrofë të to që janë shqiptarë, jo qaku shqitur, jo lektenat, jo ortidera, faleminderit. Përshëndetje gjithve, jemi akuzuar shpesh që jemi popull dele, po dit pas dite vërtetojmë që nuk jemi. Ai gjati donte të talli me dinjitetin e rinisë shqiptare, por një zë vëngon nga lumi, më buqet, më zgjon nga gjumi, se Mileti po gatitet, se Tirani lebetitet, se kërcet, fullcet, furtuna, fryet, vjosa, derdhet puna, skuqet semani dhe drini, dridhet veu dhe zëngjini, se pas vdekjes, triti jeta dhe kudo që mund trumbeta, ngrehuni dhe pjeruni, korrini dhe shtypeni, ka të ndare punëtor, që nga Shkodra, qërë në Florë. Tani do them dhe 2 fjalë dhe shpresoj mos na vrasin pas kësaj. Tani, këto që citova unë jam vargjit e Fanolit. Fanoli bërë revolucion 100 vite më përpara, po historia ka treguar që është një metodë e dështuar. Sot jemi në demokraci, duhet evolucion. Bravo ju qofë që e kemi të shu protestën deri në këto për masa shumë të mdhaja. Respekte, bravo ju qofë gjithve! Respekte edhe për ato forcat e tjera opozitare, që janë ato Agron Shehaje, Arlin Qori, që janë ato. Po ideja është
që forca më e madhe opozitare sot për son Shqipëri jemi ne, rinia këtu në shesh. Ideja është që ne do të kërkojmë vetëm një gjë, dorëheqje, 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 dorëheqje. Edhe vetëm pak të mqoni. Ja u tërhoq Edi Rama, vendi shkon në zgjedhjet parakoshme. Do dali Rama kundër një force që ne gjithë duhet ta votojmë. Është momenti më i mirë për momentin të krijojmë një forcë të vetme opozitare. Vetëm 3 gjëra duhen bërë. E para të jenë mbi 3000 themelues. A jemi këtu më shumë se 3000 veta? E dyta, të mbahet një mbledhje themeluese e partisë. A ka mundësi që siç mbas protestën mbajmë një mbledhje themeluese? E treta, mbas kësaj të çojmë një kërkesë te gjykata e Tiranës dhe brenda 30 ditëve kjo kërkesë do të na miratohet. A ka mundësi ta bëjmë këtë? Dhe një herë, dorëheqje, dorëheqje, dorëheqje. Faleminderit, se nuk kam lejnë më thoj. Dorëheqje, 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 dorëheqje. Motra dhe vëllezër, është nga momentet më të rëndësishme të Shqipërisë, sepse nga ky moment tani varet e ardhmja jonë, qofse ne do jemi pronar tokave tona, apo do jemi sklever tokave tona. E po të vit tjetri, edhe na tregoj që e ka shitur vendin e tij për 4 miliard dollar, po mirë më maskarej, po qofse ne do na vinin me 400 miliard dollar, që ato me thënë që ne do t'ja japim gjitha toka tona atyre edhe tikim. Shqipëria nuk shqidet, atë dheu nuk është si prostitut që i përdorni ju në për zorgjit tuaja. Atë dheu është atë dheu, nuk ka vlerë monetare që ta plej atë. Ky është nga moment historik dhe ne duhet qëndrojmë të bashkuar pavarësisht çdo lloj tentative për ta sabotuar dhe për të futur ato patronazhistët e vetë të dyrë. Qëndroni të bashkuar dhe duroni, qëndroni të bashkuar sepse ky është moment me vërtet historik. Faleminderit. Edi Rama, o idiot, qa agenda shjemi sot? Edi Rama, o idiot, çfarë agenda shjemi sot? Edi Rama, o idiot, çfarë agenda shjemi sot? Edi Rama, o idiot, çfarë agenda shjemi sot? Edhe një thirrje, ne sër më shumë, 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 ne sër më shumë. Qytetar, ju ftojmë që të marshoni siç kemi bërë çdo natë dhe mos harroni nesër në orën 18:00 në sheshin Skënderbej. Gjithashtu mos harroni protestën barkombëtare të datës 10 qershor. Ju lutem vazhdojmë marshimin. Ne sër më shumë, ne sër më shumë, ne sër më shumë, ne sër më shumë, ne sër më shumë.